Koha moderne ka sfiduar çdo familje, madje edhe ato tradicionale. Ndërhyrjet nga brenda dhe jashtë tashmë janë evidente në familjet tona. Shumë familje nuk mund të besojnë për veprimet e fëmijëve të tyre, ani pse janë në dieni që koha të cilën jetojmë është e vështirë të shpëtojmë të gjitha ndërhyrjeve. Shumë familje munduan dhe tentuan të ndjekin rrugën e vjetër familjare duke ju përmbajtur rregullave fetare e tradicionale, por që fëmijët, nipa dhe mbesat u larguan ose devijuan kushtimisht nga rruga që ndjekën të parët e tyre. Kështu një nën e bukur, e moralshme dhe sinqert mbeti në duart e një nuse apo reje të pamëshirshme. Ndonse i edukoi fëmijët, ishin familje me emër. Martesat e djemve ndryshuan gjërat e ruajtura me fanatizëm në këtë familje. U gëzua kur e martoi djalin, por nuk e mendoi që një ditë nevoja e saj për nusën e djalit do të jetë kafshata e bukës. Ndonse kaluan vite, u bë kohë gjatë. Tashmë vjera ishte në moshë të shtyre dhe kishte nevojë për shërbimin edhe të djalit, por edhe të rejes. Me kalimin e viteve, kjo nën kishte nevojë më shumë për shërbimin e të tjerëve, por edhe të rejes apo nusës së saj, pasi tash pleqëria e kishte lodhur, e kishte molisur dhe kishte nevojë për shërbim. Nga shumë ditë që kishte nevojë për ndihmë, ishte edhe një nga netët e paharruara të saj. Mbeti pa bukë, nusja nuk ja përgatiti bukën. Djali në punë, nipa dhe mbesat, disa në shkollë e disa të tjerë të mbyllur në dhomat e tyre. Erdhi koha e darkës dhe kjo nën po pret që të darkojnë, si darkonin herave të tjera, normalisht. Por një gjë e tillë nuk ndodhi. Djali ishte në punë dhe nuk vinte në atë kohë. Nusja kishte shkuar në dhomën e saj e mbyllur, nuk delte fare nga shtëpia apo dhoma. Kjo nën e moshuar, e bukur dhe e uritër preste që buka të vinte dhe të hante darkën. Por me që pa që nuk ka lëvizje për përgatitjen e darkës, i tha nusës që a ka bukë për sonte, sepse jam e uritur. Nusja heshti dhe shkoi në dhomën e saj. Kjo nën u mërzit dhe ngushtua shumë. Pas një kohe, reja doli nga dhoma dhe tha: "Unë nuk jam e uritur, e as fëmijët. Ty nuk e di se çfarë të përgatis. Shnosh deri nesër." Dhe iku në dhomën e saj. Nëna e shkret, e moshuar, e uritur, me mallin e një kashore të bukës, shkoi për të fjetur në dhomën e saj. E zuri gjumi ashtu e uritur, u zgjua në mëngjes, preste me pa dorim bukën, por përsëri nusja nuk e kishte përgatitur ushqimin, madje ajo ende ishte fjetur në gjumë. Kjo nën kërkonte bukë. Dëshiroi të marrë rrugën për në market, por nuk kishte guximin të ecte vetë pasi që kishte probleme të ecur, por edhe me shikim. U frigosua dhe nuk u nis. Priti sa priti, hyri brenda. Kur hyri brenda, e pa nusën duke u veshur, duke u përgatitur dhe doli për shëtitje, ndërsa nana mbeti pa bukë. Kërkoi bukë të ftoftë apo bukë bajat. Gjeti dhe ashtu e lodhur me ato duar me rrudha, e mori bukën e ftoftë apo bajat dhe hëngri në oborrin e shtëpisë me një gotë ujë. Doli në oborrin e shtëpisë e mërzitur, bashkë me bukën e ftoftë apo bajat dhe një gotë ujë, dhe ashtu drekoi. E mërzitur, e lodhur dhe njëkohësisht e zhgënjur me djalin dhe nusën, ju mboshën syt me lot, por heshte nuk fliste. Mund të duket diçka si i pabesueshme, por po jetojmë në kohën e sfidave të shumta. Po jetojmë në kohën e globalizmit ku gjithkush mendon për vete. Po jetojmë në kohën ku çdo gjë është materializuar. Kujdes me nënët e juaja, kujdes me vjehrat e juaja, mos i leni të uritura, mos i leni me mallin e bukës. Nëse nuk mund të përgatisni, të paktën ja paguni apo ja porositni. Kujdes me nënat, kujdes me vjehrat.